Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga viti i ardhshëm do të rritet paga minimale në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi deklaroi se nga muaji mars paga do të rritet me rreth 30 euro. Aktualisht në vend paga minimale është rreth 400 euro neto në muaj. Nga lidhja e sindikatave, Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të qëndrojnë në kërkesën për arritje në 500 euro pagë minimale në muaj. Vijon përplasja në distancë mes kryeministrit të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe të zgjedhurve vendor. Kryeministri Istria Mickoski pretendon për shkelje nga kryetari në detyrë i komunës së Gostivarit Valbon Limani. Ushtruesi i detyrës si kryetari i Gostivarit nuk e di nëse gjithashtu ka ndarë me ju se ka miratuar në Këshill 2 plane të detajuara urbanistike pa mendim nga institucionet. Supozoj që nuk e ka thënë, është vepër penale. Duhet ta ndajë dhe atë në mediat përpara se të jap sugjerime. Ndaj, sa i përket kësaj teme, po e kemi hapur atë temë dhe logjike është se do të flasim me atë temë, deklaroi Mickoski. Merret Valbon Limani paralajmëroi se do të kontestonte juridikisht vendimin e mundshëm të qeverisë për emërim të përfaqësuesit të qeverisë si kryetar të Gostivarit pas dështimit të zgjedhjeve në këtë komunë në 19 tetor për shkak të mungesës së kuorumit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkon një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Në aktivitetin prezantues të projektit të Këshillit të Evropës në mbështetje për ciklin e procesit zgjedhor në Shqipëri, Silvio Gonzato paralajmëroi rëndësinë e krijimit të një produkti të mirë thelbësor për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Let me also add that the Central Election Commission has already taken important steps in its post-election analysis. KQZ ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor, reforma zgjedhore është pjesë domethënëse e rrugtimit dhe zotimit që Shqipëria ka në grup kapitullin e parë për antarësim në Bashkimin Evropian, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet, tha ambasadori BE-s. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi në praninë të ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato ngriti shqetësimin e politizimit të administratës zgjedhore. Sipas Celibashit, administrata aktuale nuk është e trajnuar dhe si rrjedhoi nuk përmbush asnjë kriter apo pritshmëri si nga subjektet politike ashtu dhe nga ana e votuesve. Një tjetër problem që Celibashi veçoi ishte përqendrimi i lartë i politikës të administratë duke kërkuar që ndikimi dhe prania e tyre të reduktohet ndjeshëm me qëllim pasqyrimin e një procesi zgjedhor të qartë, transparent dhe me standarde të larta. Dominimi vetëm nga partitë politike i administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri, të administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri, ka krijuar atë handicapin e vet në lidhje me standardin të paktën profesional të administrimit të zgjedhjeve. Ndaj është me rëndësi të dorës parë që edhe në kuadër të reformës së pritshme zgjedhore, kjo çështje të adresohet ndër të para çështjet që duhet të adresojë politika shqiptare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi politikën si të lidhur me autorët e atentatit të ndodhur 2 ditë më parë në Rinas. Është vepër e eksponentëve të krimit të lidhur, si mishi me thojnë, me qeveritarët shqiptarë. Në një deklaratë nga Selia Blu, Berisha u shpreh se nga përgatitja profesionale ata mund të cilësojnë dhe antarë të forcave speciale. Ish kryeministri demokrat pretendon se viktima dhe i plagosur ishin të lidhura me 2 ministra të kabinetit të shkuar. Mut Shaljani apo Sheqeri ka qenë mbështetës dhe financues kryesor në fushat elektorale i ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Dhe kjo është e faktuar dhe e dokumentuar. Mut Shaljani është angazhuar me të gjithë bandën dhe paratë e tij të krimit në blerje votash për ministrin. Prishtina zyrtare denonson Beogradin tek përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen për bllokim të ndihmave për shqiptarët e luginës Preshevës. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, pretendon se Beogradi po bllokon mjetet e Kosovës të destinuara për luginën e Preshevës. Në një postim në rrjetet sociale, Bislimi deklaroi se 3 herë radhasi Serbia ka bllokuar të dhënat e dërguara nga Prishtina për 3650 fëmijë shqiptar në Luginë. Ata kanë përdorur rreth 35000 tekste shkollore të financuara nga qeveria e Kosovës pas kërkesës zyrtare të Këshillit Kombëtar Shqiptar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.